Teatri Migjeni brenda pak kohësh do të ketë instaluar sistemin e kondicionimit. Puna ka nisur ditët e fundit dhe do të shtrihet në të gjithë hapësirën e Teatrit të Shkodrës. Drejtoresha e Kulturës në Bashkinë Shkodër Sara Smaja u shpreh se ky është një lajm i mirë për aktorët dhe stafin e teatrit, por dhe për spektatorin shkodran. Bashkia Shkodër ka filluar punimet në Teatrin Migjeni, ka nisur instalimi i sistemit të kondicionimit. Ky është një lajm shumë i mirë për të gjithë stafin artistik dhe stafin e Teatrit Migjeni, po sidomos për qytetarët e Shkodrës që do kenë mundësi që në teatr të ndihen komod edhe të punohet në mënyrë komode. Punimet janë në fillimet e tyre, po punohet me intensitet shumë të lartë, edhe bashkia po i ndjek hap pas hapi çdo gjë që po bëhet atje. Mendojmë që shumë shpejt teatri do ketë kushte normale dhe dinjitoze. Investimi për sistemin e kondicionimit në Teatrin Migjeni ka qenë një kërkesë e kahershme e stafit të teatrit.